Kamionat është fakt që janë ble nga komuna, janë tenderu nga komuna dhe janë pranu dhe janë vlerësu nga komuna. Dhe komuna nuk e ka asnjë person kompetent, asnjë mekanik që mund e vlerëson kamionin kur e pranon. Nuk kanë vlerësu kamiona njerëz që të njëjtën kanë punu diçka në administrator, respekt maksimal për punën që e bën. Mirë, po asun jam teknik, nuk e një fushën e makinerisë, plus adin çfarë sistemi mekanik ka ai kompaktore. Edhe i morëm ata kamiona, i morëm çush i morëm me zor, nuk i morëm krejt, 8 i morëm, në fakt 6 i morëm nga 8. Edhe ata 2 kurs na janë dhënë, nuk e dim pse, halo qëndrojnë që mundi me bëni historie, shka dhe ti me skateboard, edhe veti pse që ta kamiona janë të nejtë qëtu, nëse nuk e din as vetë. Edhe nëse ata po dyshojnë që na i kemi prish, na i kemi thonë, hajde bëni ekspertizë që ata 2, na si kena prej keq, hajde tash bëni ekspertizë mëse kanë edhe këta problemin e njëjtë. Por realiteti janë ndryshe, që tash t'ju kallëzoj. Ku shku me i marr ata kamionat kanë nejtë 3-4 muaj. I kanë mojtë blokum. Ka qenë ajo perioda. Jo, ideja i kanë analizu. Jo, tjetër se kanë ndosht. Ata e nisën një tender në tetor. Kamionat mritën dhjetor. Fillim dhjetorit, edhe në tetor majtën i mët me kry tenderin edhe me vazhdu me 6 operator privat. Edhe qëtën kufizime shumë doja në specifika, na u pa mundësej ke neve me i. Me na i pas jep komuna neve ata kamiona, na kështu mujt me i që ato specifika. Po mas ne e boni një lot për një operator që kur qyshte si pasër mos me mujt me morë veç një. Na shku mi morëm, nuk dhezën. Provum, nuk u dhezën. U dash mi morë na pajisje tona për me i dhezë. Se ka nejtë për 2-3 muja. Ata 6, këta 2 tjertë. 6, ata 2 si kemi prej kesh, kështu që i gëndona, i debojna ekspertizë dhe s'kam pranu kur. Okej, mas pari keni pas problem me i dhezë. Me i dhezë, sakt. Bile, mi dhejë sepse ka nejtë 3 muaj dhe nështë dhe ajo ka mujtë me qitë për sisteme. Dhe që ka ndodhë? Na kur i kemi marrë në shërbim, natën nuk kemi dollë me ta, i kemi lanë ditën. Të nesërme, kur i kemi marrë me punu, nuk është që s'kam punu kamion. Na kemi dëshmi se kemi fletë zbrazën që e qojmë deponia, e matët, ajo diçka është një lapsus i panevojshëm që kushdo që e ka menu ato. Edhe që ka ndodhë? Punëtor tonë, përgjegjësat na njoftojnë, thonë, kamionat një pjesë rrjedh, për shkak se do të mi rishtrengu shtrafat, se të rritë 0-0, edhe një pjesë her punon automatik, her s'punon, varë që shka kam bo lidhen me rrymë. Edhe na e njoftojmë, sepse garancionin e ka komuna dhe operatori është i obligu me garantu 2 vjetë. Edhe na nuk kem të drejtë, ato janë do teknike që na kena mujtë me ndrejsh vetë, jo pa aprovimin e pronarit. Sepse tani mujna rrezikojna me u garancionin dhe unë kisha një gjysmë informatë se qëllimi është me hek garancionin.